Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat e horoskopit që të vrasin natën dhe të qajnë ditën. Në vend të parë Peshorja. Në dukje është shumë e ëmbël, e sjellshme, e dashur me të gjithë, por Peshorja mund të ngelet sërish një enigmë dhe një mister për shumicën e njerëzve. Peshorja nuk do që të lëndojë qëllimisht, por në të njëjtën kohë nuk do as të mbetet vetëm. Në momentin që ndjen se po humbet balancën në cilën do marrëdhënie qoftë kjo, kërkon dikë tjetër që t'jap vëmendje dhe mund të kthehet në një njerëz shumë të pabesë. Nuk është se e bën nga pabesia konkretisht, por nga frika e vetmisë. Peshorja është ajo që të dërgon një mesazh edhe pasi është ndarë, vetëm për të parë nëse ti ende e pret. Është një shenjë që të ngro me buzëqeshje, por të fto me paqartësi. Në vend të dytë Peshqit. Peshqit janë ëndërrimtar, të ndjeshëm dhe pikërisht kjo i bën shumë të pabesë, por pa dashje. Ata jetojnë mes realitetit dhe fantazisë dhe shpesh ngatërrojnë ndjenjat. Kur ndihen të lënduar, kërkojnë ngushëllim te një tjetër shpirt, jo për tradhti, por për ngrohtësi. Gënjeshtrat e tyre janë të buta, të veshura me ndjenja. Janë nga ata që thonë nuk do ndodh kurrë, por përsëri e bëjnë. Jo se nuk të duan, por sepse duan të shpëtojnë nga dhimbja që e shkaktuan vetë. Në vend të tretë Shigjetari. Shigjetari është shpirt i lirë, nuk e duron dot lidhjen që e mbyt. Kur ndihet i kufizuar, thjesht fluturon. Mund të dojë me gjithë zemër dhe me gjithë zjarrin e botës, por nesër mund të zgjohet dhe të ndjejë boshllëk. Nuk tradhton për çështje inati, por nga instikti për të eksploruar. Dashuria për të është aventurë dhe jo burg. Nëse përpiqesh ta lidhësh, ta mbash, e ke humbur dhe ai kthehet në një të pabesë. E do lirin më shumë se sa vetë dashurinë. Në vend të katërt Dashi. Dashi digjet shpejt dhe shuhet po aq shpejt. Në fillim është pasion, zjarr, sinqeritet, pastaj papritur, ftotësi totale. Nuk di ta fsheh as mërzin, as tërheqjen ndaj dikujt tjetër. Kur Dashi zhgënjehet, e mbyll kapitullin si të ishte faqe interneti, duke e mbyllur menjëherë. Nuk do që të kthehet mbrapsht dhe ndoshta as nuk ndjen faj. Ai jeton për ndjenjën dhe jo për premtimin.